Sot jemi pas një mëngjes për plot me këshilla, e këshilla që sidomos na duhen këtë pjesë të vitit, kur kemi ndeja, ahengje, edhe arsye për me festu. Pra do të flasim për botën e flokëve, trendet më të reja dhe stilet që po tërheqin vëmendjen në skenën e modës. Nga risit e modeleve të flokëve, tek modelet për natën e ndrimit të viteve, deri tek stilet që pritet të dominojnë në vitin 2026. Dhe kemi knatësin që në studion e programit të mëngjesit, kemi stilistin e flokëve Dashi Krasniqi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë se e Dashi. Mirë se o gjej, faleminderit. Mas pari, po më intereson që kjo është kurtes, a është Dashi emri? Jo, është kurtes. Është kurtes. Është kurtes. Okej, mirë shumë. Atëherë po të flasim Dashi, që është të shreki shkurtes. Po për herë këtë më thirrën që shtë për atë arsye. Kam metën që. Nësi me të pasë në studio. Sidomos sot, që është një arsye shumë e madhe, pas shumë vitesh, po kthehesh në Kosovë, edhe ke vendos me hap lokalin tënë Kosovë, i cili ka me afru shërbime ato që janë ma të speciale, mi me thonë. Po, kena një vizion pak më ndryshe, do me thonë këto... S'kemi nevoj marrë deri Düsseldorf tash? Jo, po, edhe keni mundësi edhe që, kur t'jeni, amo... Na s'kemi qep me bo shpenzime. Dojna me bo edhe kina hapur që tash këtu salonin, sot e kina hapjën solime, do me thonë, kina pas një vizion shumë të mirë, është i pare vizion që kina, do me thonë, jo vetëm për Kosovë, po edhe për tonë Evropën edhe për Gjermaninë, kina një vizion të ndryshëm me beauty koncept, do me thonë, njën e none kina mjekësien, që bojna edhe mënyrë plastike që është kjo, do me thonën kena loj ndryshme njën e nonë që është beauty koncept, ku bojna me lazera, me pigmentirë, në këthojnë të na, edhe mjekësia onën tjetër. është doktor Fatlu Maziri, shumë doktor i famshëm në Gjermani, kena partner edhe ai punon me neves bashku, e nonën tjetër e kena, do me thonë, ona jame ku është, ku bojna flok, edhe make-up. Mirë, po... Besoj që shumica e shikuesve të njohin edhe din se kush është Dashi, ke qenë sidomos prezent këto kohët e fundit në mediat kosovare, të kam përcjell, po na tregon për ata që nuk kanë pas mundësi me të pa, çish ka lind dashnia jote për stilimin e flokëve? Po për herë kum pas qef bishka me pas punë me flokë edhe ja kum nis me 15 vjet të gjys në praktik në herë, se në Gjermani është obligative në kuadrë shkollës, apo? Po, shkollë, po. Që me 16 vjetë guzon me anisën, e atëre këmë bu praktik një 5 muj, e me 5 muj ja kom një zanatin, të më thonë. Edhe këmë pas aty një atëre shefin që ka pas për herë me modele punë dhe kështu, edhe më ka pëlqy shumë një zakonishëm, se nuk është vetë një punë që po punon vetë në Dugojt, tojnë të na, edhe që vetë jetë aty, po këna pas për herë kena shku në seminare, kena shku në Fashion Week, më ka marrë kamas me vetë edhe më ka pëlqy shumë, se nuk është vetë një punë që punon vetë me një ven, për atëherin ka me që ta është heci ka mos të në Evropën, në për Fashion Week, në për... Ma ndi qështu qële mundësit, se unë një shumë, kemi shumë artist njofton që jetojnë vendet të ndryshme të botës, po ma ndi për me deportu për te i kufive të vendit ku vepron, është një sfidën vete. Qështu që lënë ty mundësit për me marrë pjesë në për këto filatat e modës të njohura si Paris Fashion Week e shumë të tjera, ma ndej edhe me i pa nga ofër disa modelet të cilat ne i shojmë vetëm fotografi. Po, na punojna me brandin frances, La Biostetik, do më thonë, aty punojna që 15 vite me atë, edhe me GHD, nga Anglia janë këto produkte, edhe janë partnera me neve, edhe këto i kena në Kosovë, i kena pru me veti, edhe për fillimit ja kena nisë, kena punua me ta, po që ja nisë me hapat vogël ka daldale, edhe tani u bo kjo gjë normale, jeta jeme, dhe më thonë. Eksperienca jote me këto fytyrat e njohura, janë thjeshta, janë komplikume, kanë kërkesa çuditshme, apo çfarë eksperiencë kite? Jo, kërkesat i kanë ato që, thojnë, ato mujnë mi bo ato vetë, për atë arsye jena na mi ndihmua. Sa ma të famshme qatë që ma të sjelshme janë, është. Për mua është normal, se mu më thirën, në shkoj më ndrejq flokët, edhe ja u kry punë që shdohet më konën. Edhe shumë thjeshta janë.
Okej, po du me unal pak të trendet të cilat e kanë dominu këtë vit edhe sa ne në përgjithësi influencohemi nga këto figurat e njohura me cilat ti ke punu. Po, jashtëzakonisht na kur punojna në Fashion Week janë modele shumë të famshme që punojnë nga Victoria's Secret edhe në skenën shumë të madhe edhe aty, do më thonë, qysh e kenë këtë dizajnerat temen, na temna duhet me punua, do më thonë, na takomi për herë me dizajnera, e bisedojna çfarë teme kanë, e mbas temës tani e bojna edhe lookin që duhet më bo. Sepse shpesh herë janë pikërisht qëto sfilatat e modës që e orientojnë një farë stili, e imponojnë një farë stili, të cilin pastaj e ndjekim edhe ne. Po, e vërtet është kjo, po janë dy sene që duhet me marrë vesh se në Fashion Week bëhet një modë që ju tregohet po popullatës për herë një vit përpara, do të thonë. Mbas moda dytë është që tregu i flokëve. Tregu i flokëve të cilët pak më ndryshe, do të thonë, këqyren më përputhen të dyja së bashku, po modat krijohen separat, do të thonë. Mirë shumë. Ka sheti, ka me orientu trendi i flokëve për vitin 2026? Qoftë në prerje, në gjatësi të flokëve, modelet, ngjyrat i cilat kanë me dominu? Nga prerjet është njëherë shkon në gjatësi, do me thonë, gjatësia shumë e gjatë du të më konën, edhe punojnë shumë me shkallëzime, ndryshme, si me poni, që që thojnë, këtu. Baluket? Baluket, po. Baluke, edhe pak me shishka punojnë, po. Edhe çka është shumë trend është bob. Do me thonë bob është cili është? A kjo është? Classic bob është, do me thonë. E provova, po unë prapë se prapë qëndroj te flokët e gjata. Duke që është ma let me i stilu edhe më pëlqen. Bukuria e femrave janë flokët edhe më pëlqen. Po ti e bukurie vetë, s'ka nevojë çka të bëhet, është mirë. Mos i këshirë sot, se kjo është me rajmje të lirë. Po për shembull ti çto flokët e mia, çka kishe ndryshu ose çka kishe preferu? Po për këtu ngjyra më pëlqen shumë mirë, je shumë trend për këtë vit, se ky ngjyra është që ta shumë e bukur, brown domethënë, edhe veç një shkëlqim e kisha dhënë edhe pak e kisha prej këtu përpara që me të nej pak ma lehtë. Se ki fytyrën shumë bukur, e ki që tash po ti rrim pak si ma më fytyrë, po t'hup fytyra. Okej. Po tek ngjyrat? Cilat ngjyra ka me dominu? Ngjyrat që tash na shkapunojna, që tash një herë për herë jena shumë me face framing, domethënë përpara e bojna sikur kur t'jen një ram i fotografisë përpara që me dal fytyra shumë bukur, ose face framing, edhe punojna shumë air touch edhe mbalajazh. Mbalajazh janë këto që kanë dominu pothuajse krejt vitet e fundit. Po, apo vetë që tash kanë ndryshuar pak janë ngjyrat, domethënë ngjyrat shkojnë pak ma në brown, shkojnë pak ma shokolet, këto ngjyra më mbarën. Çokoladë edhe kafta gjithmonë. Me fije kur të bëhet, do me thonë fijet nuk janë shumë qelta si përpara, po bëhen sikur kur shkojsh dikon në surfen 2-3 muaj, edhe kur je kthy pi detit, edhe dokën ti veti. E herë që janë ngjyre pa definume, jo kështu me që mos më diktua që e ke bua aty një vi, këtu një vi, sikur me dokën që e kon dikon pushim 2-3 muaj, edhe kur je kthy e ke atë shkëlqimin qashtu. Tashi, sa ta besojnë klientët ty punën? Për shembull me ardhun edhe me thonë që shtojnë flokët e mia dhe punati çka ta mërmendja që mu mbrin bukur. Po na kena sistemin mas pare kur të vish, kena një duhet një herë me ndëgju ty çfarë dëshire ki. Një herë ndëgjoj dëshirën tonë dhe në atë moment unë ty të shikoj që tash edhe di çka bëj. Se kur të punojsh në skenë shumë të madhe, do me thonë tani e shef me një ren krijon një farë imazhi me një me një ren e shef, se është problem kur ti folësh dikuna me një ren e këshyr në flok, është shumë problem. Se çajo punë. E ke tash fiksim? Po. E ke fiksim se herë që del, mas pari këshyr flok. Mas pari, vërtet. E kena tani një shërbim pak më ndryshe, do me thonë, mas pari këshyr me skalpin e krehës, me çfarë shampuna duhet më marrën. Tani e kena kur të marrmi skalpin e këshyr me cilin shampon, me atë shampon ja lojna flok, do me thonë, tani atë shampon edhe treatment që e bojna me klientin, ja preferojna që me marrë shpyrë, nëse do në merë shpyrë, nëse jo se kena produktet nga Franca edhe këto që mund klienta ka që tashtë që mund me marrën edhe për shpyrë. Do me thonë, tani pi atyhit,
e bojna bisedën, çka mujna me prej, çka mujna me bua, tani dhojna mendimin tonë. Mas zbashku zgjedhët kjo, nuk është që vetë ti e zgjedh, po zbashku zgjedhët. Ma shumë të është që duhet me ndigju klientin, çka po thot, çka po don. Sa dhe sot përshkon ma shumë ti për me fotografi, e lypin këto e to. Nuk është vetë me adhon një form të flokëve, po është një çfarë ngjyre, apo dush me punu me likurën e njerit, a pasovat ajo ngjyrë me këto, a është shumë gold, a është shumë e ftoftë, me çfarë ngjyre, dush me këshyren që është e vesht, a bon alton, a bon sërëm. Pa pak stilin, pak... Po, dush me këshyre pak që edhe me për shtatën. Me qenë si përmendi pak më herët trajnimet, po edhe profesioni i stilistëve, i floktarëve, është një profesion që të në kohën ka risi, ka prurje, ndryshon stili, ndryshon moda, po ki mundësi me indjekë dhe sajnë të nevojshme në fakt për një stilist flokëve. Po, se për neve është shumë letë, se na punojna, do më thonë, 2 herë në vit shkojna na për Fashion Weeks, edhe çdo herë ndrohet edhe moda. Do më thonë, çdo 6 muaj e ki që ndrohet moda, sikur verës, sikur dimrit. E verës shkon pak moda ma ndryshe, sikur nga veshja, sikur nga flokt. Edhe e kena atë mundësi për herë edhe vetë me kriju modën, edhe mi u dhonë edhe qerve frizera, edhe stylista, sisteme që modën me kriju vetë, edhe jo me marrë për ndikujna qetë, po që ta është e kryojnë edhe vetë me flokë që shkon edhe bohet. Po, kujnë e beson ti frizurën tonde? Po punëtorve. Punëtorve keve, aty në dush edhe si cilit punëtor mi adhonën edhe... Edhe na fiksohemi nga njerë, për shembull, unë nëse shkoj edhe nuk është ajo që mi rregullon vazhdimisht, po, okej, po vindo një herë tjetër. E kemi pak problem me kur të mësohemi me ja besu dikuj tjetër. Okej, na e kena sistemin kështu për para se që tash se kena hapërin këtu, i mësojnë a këtë punëtorët me një sistem. Na punojnë vetëm me sisteme, dhe më thonë nuk zgjedh... Kejbjen që jeni krejtë njëjtë edhe ku do që në cilat duar që qëllon nuk është gabim. Do të më konë këtë sistemi njëjtë, do më thonë se cili punëtor e ka pak edhe kreativitetin e vetë. Aty shkon edhe pak me shije, kështu, ama me sistemi kena që këtë punëtorët më konë njëjtë. Këtu nuk është ky më i mirë, ky më i keq, po e kena edhe sistemin, kena masa stylistën, kena top stylistën edhe unë aty. Do më thonë, sistemet i kena bo kështu që për herë më konë këtë njëjtë, si cili më konë pak si individ. Sikur këtu, sikur në Gjermani, kena sistemet këtë njëjtë. E çka të buni marrë me hapë dyqanin në Kosovë? Mas sa viteve? Po, këtë sistem që... Fëmijët djemët janë rritë, janë martu, kanë kriju familjet e veta. Kum pa shumë qef për herë diçka me pas vend temen në Prishtinë, edhe jam i lindur mi rritum në Gjermani, ama kum pas për herë qef me pas diçka në vend temen, edhe për atë arsye e hapëm këtu salonin që tasht, edhe mu që kam pëlqen këtu, jeta është e bukur, edhe kena shumë talenta të rija dhe të mirë këtu. Një që ka ju mungon, mendimi jem, është pak që shkollim të frizurave nuk kanë, se shkollimi ndryshe shkon të na, e shkon këtu ndryshe. Amo këtu ka shumë talenta të mirë edhe besoj që edhe sukses kena me pas. Po, që tash e ka një master kësaj fushë dhe mundesh ndoshta me ju marrë trajnime edhe me ju dhënë mësime që me qenë në hap me trendet botërore. Po, se kena bo që tash edhe këtu, kena 2 katë, më thonë njënë nëne kena mjekësi, njënë nëne kena frizere me të make-up, ama kena edhe një katë ma poshtë që 4 vite do të hapëm edhe si kur shkollim, që muna me dhonë shkollim ndryshme për flok, për make-up edhe për mjekësi. Po, ke mujtë në përcjellë zanatin tek djemt ose tek rejat? Të rejat po, atë djemt jo. Djemt e menegjojnë se kanë hinë management ma shumë, sikur në Gjermani, sikur këto. Reja këtu më punon me mjekësi, ajo tjetër punon me mua. Okej. Njëri për djemve ka vendosë marrë me jetu në Kosovë? Po jeton aktualisht? Po jeton këtu në Kosovë aktualisht. Edhe si pëlqen hiq më këtu në Gjermani. A hiq si pëlqen? Hiq, vetë kur të kam punë diçka me vërë. Se e kemi këtu në studio. Mos u kthe. Ju pëlqen jeta. Vend ka që të bukur që është Kosova. Shumë e mirë, e vërtet është. Është jeta shumë e mirë. Dash, po më mirë që sot përkundër punëve që i kike ndo pak hapësirë me u shoqëru me shikuesit e programit të mëngjesit, unë dëshiroj shumë suksese në jetën që po e ndërtoni këtu në Kosovë me punën që po bën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ju presë. Faleminderit.